Ky emision mundësohet nga Konrad Albania. Mirëmbrëma nga Paper FM 91.1 FM. Ky është emisioni Fije Jeta dhe sot do të flasim për shëndetin mendor. Para disa ditësh në Tiranë pash një shfaqje që quhej Njeriu që ndjen gjithçka, shkruar dhe vënë në sken nga Elsa Demo. Shfaqja fillonte më tregoi një prall. Dhe tjetra i përgjigjet: jam kyçur, nuk mundem të lexoj, nuk mund të flas. Muzika nuk më thot më asgjë. Dhe sinqerisht, ky ishte momenti në cilin unë mora vendimin të bëja këtë emision për shëndetin mendor. Jo vetëm sepse është muaj shëndetit mendor, jo vetëm sepse një nga sponsorat tanë Konad ka këmbgulur që në emisionin Fije Jeta të bëj një emision për shëndetin mendor, por edhe sepse kjo dramë më vuri goxha në mendime për të folur pse lodhemi kaq shumë dhe pse jetojmë me ankth, jetojmë me depresion. Gjithkund flitet shumë për shëndetin mendor, në TikTok, në Instagram, në konferenca, në podcaste. Dhe ky emision në fakt do të thjesht një përpjekje për të folur për atë që është shëndeti mendor. Për atë momentin ku ti jeton gjithmonë në të shkuarën, ose për momentin tjetër në cilin ti jeton me frikën për të ardhmen. Përpara se të vazhdoj, të doja të thosha vetëm që janë traumat dhe pse njerëzit i përmendin kaq shumë ato. Shumë njerëz mendojnë që trauma është një kujtim i keq, që gjithçka që ndodhi mbaroi po aty. Por trauma nuk është thjesht një kujtim. Një pjesë e vetes jeton ende në momenti që ka ndodhur trauma. Imagjinoj një gruaja rreth 45-50 vjeç që dridhet ende kur dëgjon një zë të ngritur, sepse trupi i saj nuk reagon, ose sistemi i saj nervor nuk reagon ndaj njeriu që po vërtet aktualisht, por reagon ndaj burrit të dikurshëm, që mund të ketë qenë babai ose vllai. Një burr që mund të ketë shumë sukses në familje por kalon direkt të ndjejë një panik shumë të fortë momenti që përballet me një kritik, sepse brenda tij ende jeton ai adoleshenti që ndihet i pavlerë dhe gjithmonë i kritikuar nga babai i tij. Dikush tjetër që nuk largohet dot nga një marrëdhënie e keqe sepse emocionalisht ende po përpiqet të fitojë dashurinë që nuk e mori si fëmijë. Pra traumat lidhen me ngecjen e të shkuarën, sepse një pjesë e sistemit tonë nervor nuk arrin të regjistrojë që rreziku ka kaluar, por përpiqet ta aktualizojë edhe sot. Njerëzit që kanë, sigurisht gjithë ne, kemi momente të vështira në jetë. Ka një sistem që funksionon kur ndihemi të kërcënuar, që është sistemi i mbijetesës. Ai ngelet vazhdimisht, mbetet aktiv dhe shumë hipervigjilent, sepse beson që diçka që lidhet me dhimbjen, me abuzimin, me poshtrimin, me dhunën, me braktisjen, do të rindodh. Dhe kjo frikë e vazhdueshme e bën që të jemi gjithmonë në modalitet emergjenca. Pavarësisht se njeriu e di që aktualiteti nuk përkon me të shkuarën, por trauma nuk e lejon, sepse trauma është përpjesë e çdo mendimi, është përpjesë e sistemit nervor. Prandaj disa njerëz kanë nevojë që të kontrollojnë gjithçka, dhe kanë vështirë të durojnë refuzimin, largohen sapo ndjehen afër dikujt, mpihen emocionalisht. Disa e quajnë që kjo është çështje karakteri. Në fakt është thjesht çështje mbijetese. Njerëzit e kuptojnë që po jetojnë të shkuarën, edhe sepse traumat, dhimbjet e së shkuarës nuk vijnë kështu si ato nëpër filma që vjen një momenti dhe ti alarmohesh me njëherë. Vjen në trajta që unë jam kështu, unë s'di si të dua, unë nuk kam besim, duhet të jem perfekte. Kjo është arsyeja pse në terapi punojmë shpesh me çfarë po ndodh aktualisht, cila është ajo pjesë jote që e mban traumën aktive. Shërimi fillon atëherë kur sistemi nervor fillon të kuptojë gradualisht që e tashmja nuk është e shkuara jote. Njeriu lodhet nga përpjekja shumë e madhe për të kontrolluar pasigurinë, për të mos ndjerë frikën,
për të mos parë vetmin, për të mos menduar vdekjen, për të mos pranuar humbjen, për të mos parë se shumë kohë ka kaluar nga ndarja me dikë. Dhe kjo është një formë jetese. Mendja bëhet skenar katastrofash, duke menduar që gjithçka mund të ndodhë dhe skenaret më të këqij mund të ndodhin. E tashmja humbet. Dhe kjo është pjesa më e rëndë pse njerëzit vuajnë çështjet e shëndetit mendor, sepse humbasin kontaktin me realitetin, me atë që po ndodh tani në këto momente. Jetojnë ose me dramat, traumat, kujtimet e së shkuarës, plagët e së shkuarës, ose jetojnë me mendimet shumë të forta katastrofike që mund të ndodhin në të ardhmen. Ka njerëz që jetojnë gjithë jetën duke vuajtur për dikë që humbën, duke vuajtur për një fëmijëri që nuk e patën, për prindin që nuk u gjend kurrë, për momente ku kanë provuar turp dhe turpi nuk ikën, për një version të vetes i cili nuk bëhet më, një version të vetes të cilin e ke ëndërruar që mund bëhej dikur, por nuk bëhet më. Ndaj dhe dëgjojmë kaq shpesh, kam ankth, kam depresion, ose ndihem shumë i lodhur. Sigurisht që ti ke shumë të drejtë ndihesh e lodhur, sepse gati je duke jetuar në 3 kohë njëkohësisht. Njeriu mund të përballojë çdo dhimbje nëse arrin të gjejë kuptimin për dhimbjen. Por sot shumë njerëz nuk janë vetëm të plagosur dhe me plagë nga e shkuara e tyre, po janë bosh. Kanë shumë informacion, bëjnë shumë analiza, dëgjojnë shumë podcaste, ka shumë reelse për traumat, por e kanë shumë të vështirë të gjejnë kuptim humbjeve të tyre, plagëve të tyre. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse lodhen kaq shumë. Sepse nuk është e lodhshme vetëm vuajtja në vetvete, është e lodhshme përpjekja për t'i dhënë kuptim asaj vuajtje. Dhe ndonjëherë disa vuajtje nuk është e vështirë t'i gjendet kuptimi, sepse kuptimin e ka dikush tjetër, siç mund të jetë në rastin e vetvrasjeve. Në dramën e Ilsa Demos, për ta lidhur pak me atë që e nisa, personazhi thot, jam kyçur, nuk flas dot, nuk mund të flas dot, muzika nuk më thot asgjë. Mendoj që shumë njerëz sot nuk kanë nevojë për këshilla, as për analiza, as për citime motivuese. Kanë nevojë që dikush t'i kuptojë sa të lodhur janë dhe sa shumë po përpiqen. Lodhja e tyre vjen në fakt nga mbajtja aktive e plagëve të hapura, ose nëse i mbyllin me forcë, duke lejuar që ato të infektohen. Ka një lodhje që vjen nga mendimet që nuk ndalen kurrë, emocionet që nuk përpunohen, kujtimet që kthehen pa pushim dhe përpjekja për të vazhduar sikur je mirë. Shumë njerëz ndoshta këtë stil jete kanë zgjedhur, të punojnë, të rrisin fëmijë, të bëjnë shaka, të qeshin me disa shaka, dalin me miq, postojnë fotografi, pavarësisht sa të lodhur dhe të raskapitur janë. Ankthi, një pjesë e madhe e ankthit njerëzor nuk lidhet vetëm me problemet e së përditshmes, por me faktin që njeriu përballet vazhdimisht me pasigurinë e jetës, me humbjen, me vetmin, me kalimin e kohës, ndryshimin dhe frikën se mos jeta kalon ashtu pa u jetuar vërtet. Dhe ndonjëherë njeriu lodhet jo për shkak të asaj që ndjen, sepse ndjen shumë, po kur nuk di më se ç'të bëj me gjithë ato ndjenja. Ka njerëz që jetojnë në alarm prej vitesh, trupi nuk pushon kurrë, mendja nuk pushon kurrë. Edhe kur flen, çohen të lodhur. Ndaj dhe përkthehen në simptoma, shumë nga këto mendime kaq të forta. Përkthehet në pagjumësi. Ankthi është pjesa më e lehtë gati, në mënyrë ironike pjesa më e lehtë. Mpirje emocionale, boshllëku. Kjo nuk është dobësi. Këtu po flasim për një mingarkesë njerëzore, pavarësisht asaj që duket. Sepse njeriu kur nuk arrin dot të gjejë kuptim në vuajtjen e vet, fillon të humbas marrëdhënien që ka me jetën. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse sot jetojmë në një kohë ku njerëzit kanë informacion për shëndetin mendor, por shumë pak hapësirë reale për të jetuar të tashmen e tyre. Përmendim vazhdimisht fjalat trauma, ankth, depresion, kufi, por shumë pak flitet për vetmin njerëzore, për frikën, për lodhjen.
Në dramën që ndoqët Elsa Demos ka një fjali që thotë, gjithë kjo djers për të mos folur. Dhe kjo është pjesa më e madhe, ose më e vërtet, sipas meje në atë që dëgjova, sepse flet shumë për dhimbjen, vuajtjen dhe vetmin ton. Sa shumë energji harxojmë për të mos qarë, për të mos u dukur të dobët, për të mos shqetësuar të tjerët, për të mos pranuar që kemi frikë, për të mos e pranuar që jemi të lodhur, sepse e nesërmja do jetë e ngjashme. Ndonjëherë, të gjitha këto simptoma çojnë në gjendje që janë depresive, dhe depresioni nuk është vetëm trishtim, gjendje e trishtuar, është momenti kur njeriu nuk arrin më të mbajë atë që është përpjekur të shtyp prej vitesh. Sigurisht që në këtë episod për shëndetin mendor nuk kam parasysh që të bëhemi pozitiv, as të nxitojmë të vëmë diagnoza apo terma, apo të gjejmë çfarë çrregullimi ke. Pyetja e vërtet në këtë momente për ty është sa kohë ka që po përpiqesh të mbijetosh. Shpeshherë, siç e kam thënë në episodet e shkuara, ne ngatrojmë të qenit funksional, pra fakti që kemi fuqinë dhe aftësinë për të funksionuar me të qenit mirë. Por nuk janë e njëjta gjë. Njerëzit që janë funksional mund vuajnë nga shumë gjëra. Ndihen bosh edhe kur janë mes njerëzve. Ka njerëz që nuk pushojnë kurrë, mendja e tyre është gjithmonë në punë, mendja e tyre është gjithmonë në ankth, në përpjekje për të parashikuar, për të kujtuar, për të kontrolluar, për të ruajtur. Ndaj dhe reagimi njerëzor është krejt normal, me ankth, me lodhje, me pagjumësi. Dhe gjëja më e trisht është se për këtë mund të ndihen edhe fajtor. Problemi nuk është mungesa e forcës, është fakti që njeriu ka vuajtur për shumë gjatë. Ka vuajtur heshtjen, frikën. Është lodhur duke u kujdesur për të tjerët. Është lodhur duke kërkuar dashurinë gjithkund. Është lodhur duke gjetur skenar se si mund të parandaloj të keqen që i vjen nga ardhmja. Është lodhur duke u kujdesur për dhimbjet e vjetra, jo për t'i kuptuar, po gati me faj që ato dhimbje mos t'i haroj, sidomos kur bëhet fjalë për humbje njerëzish. Është lodhur duke qarë veten për versionet që nuk mundi të bëhej. Dikush do të bëhej arkitekt dhe nuk mundi dot, dikush do të bëhej aktor dhe nuk mundi dot. Është lodhur duke qarë këto versionet, cilat jeta nuk ua mundsoi. Dhe shëndeti mendor nuk është që ti je gjithmonë i qetë, as që të mos njohësh se çfarë është ankthi, as të mos trishtohesh kurrë, se është krejt normale dhe njerëzore trishtohesh. Ndoshta shëndeti mendor lidhet me faktin që të jetosh pa qenë në luftë me veten, të marrësh frym pa ndier rrezik, të flesh duke i lënë mendimet të pushojnë, të rish me dikë pa qenë nevojë që të mbrohesh gjithkohën, të pranosh që dhe gabimet janë normale dhe turpi nuk mund të lidhet me gabimet dhe gabimet nuk përfaqësojnë ty. Të kërkosh ndihmë pa u ndier i dobët. Po pse njerëzit jetojnë kaq shumë me të shkuarën? Pse disa njerëz vazhdojnë i bajnë hapur plagët e së shkuarës dhe i kthehen gjithmonë në njerëz që kanë humbur, në versionet e tyre të paplotësuara, në humbjen e fëmirisë, në mallin për një prind që s'e kanë pasur kurrë. Kjo ndodh në rastet kur emocionalisht diçka ka mbetur e pambyllur, diçka ka mbetur për të folur, për të falur, për të pranuar. Dhe ndonjëherë kërkohet edhe një mençuri që disa gjëra as nuk i kupton dot. Ato thjesht kanë ndodhur. Dhe nuk ka ndodhur për fajin tënd, as sepse ti nuk bëre aq sa duhej, ashtu si duhej. Sepse për sa kohë jemi në marrëdhënie me njerëzit, shumë shpesh ne pësojmë edhe vendimet, veprimet e tyre. Vuajtja që ata shkaktojnë mund të jetë shumë e madhe. Por ti nuk mund të kesh gjithmonë faj për atë që ka ndodhur dikur. Ti je aty. Dhe ndoshta me këtë duhet të bësh paqe që thjesht ke qenë aty.
Sepse mendja njerëzore unë e kuptoj që nuk kërkon, kur shkon te kujtimet nuk merret vetëm me kujtimin, kërkon mbyllje, kërkon kuptim, kërkon të riparojë diçka. Edhe kur diçka nuk përpunohet emocionalisht, ajo nuk bëhet më e kaluar, vazhdon mbetet aktive, pra thjesht ti tërheq svarr të shkuarën tënde, në të tashmen tënde, dhe të dyja bën të lodhshme për ty. Trauma është sigurisht një gjë që jo gjithmonë lidhet me aksidentet, jo gjithmonë lidhet me luftrat apo me tërmetet, sigurisht që këto janë. Po disa njerëz traumë kanë që kanë qenë vetëm, që nuk janë parë nga të tjerët, që një prindu ka munguar shumë, që duhet bëjnë gjithmonë përpjekje për të qenë të pranuar, për të qenë të dashuruar, për të qenë të vlerësuar. Kjo është arsye pse disa njerëz reagojnë sot ndaj partnerit sikur të ishin ende 9 vjeç. Pse një kritikë e vogël u bën keq dhe reagojnë keq emocionalisht. Pse kur ndjejnë kërcënimin që dikush mund të largohet apo dikush largohet nga puna, të çojë direkt në panikë dhe në nevojë për të përfshirë të tjerët në dhimbjen personale. Sepse mendja nuk jeton vetëm në situatën aktuale, por në gjithë historinë e saj. Ne nuk vuajmë vetëm atë që kemi humbur. Vuajmë atë që nuk patëm dot kurrë. Ka njerëz që nuk qajnë vetëm për një marrëdhënie. Qajnë fëmijërinë që nuk jetuan, prindin që nuk e patën, sigurinë që nuk e ndjejnë. Ndaj e shkuara ka këtë pushtet kaq të madh, sepse dhimbjet janë të papërpunuara, nevojat e paplotësuara dhe ka shumë pyetje pa përgjigje. Dhe mendja krijon këtë iluzionin që ndoshta po ta mendoj vazhdimisht, ndoshta po ta kujtoj vazhdimisht, do gjej diçka që nuk e kam parë deri më sot. Dhe kështu humbetet tashmja. Sepse tashmja duket të jetë e varfër për egon, nuk ka posikur, nuk ka fantazi, nuk ka rikthim, nuk ka kontroll. Ka vetëm tani, në këtë moment, çfarë je duke bërë, çfarë je duke ndjer, çfarë je duke parë. Dhe për shumë njerëz kjo gjë është shumë e frikshme. Ndaj dhe depresioni krijon strehën e vet. Sepse e shkuara sado e dhimbshme është e njohur. Me shumë pikpyetje, po ti njeh pikpyetjet. E tashmja shihet si rrezik ose si braktisje së shkuarës. E tashmja të jep mundësinë që të bësh diçka për të ndryshuar dhe ndoshta ti s'ke kurajon ndonjëherë, fuqinë ndonjëherë ta ndryshosh. Ndërsa ardhmja të jep pasigurinë ekstreme. Njeriu fillon të shërohet jo kur ndryshon të kaluarën, sepse atë nuk e ndryshojmë dot. Por kur arrin të krijojë një kuptim në raport me të. Ka një... Okej. Ta vazhdoj? Po, do më këtu futet këngë. Thjesht doja të thosha që këtu është këngë. Ka njerëz që nuk arrin kur të jetojnë momentin në cilin ndodhen. Janë tavolinë me familjen, por mendja është tek problemi. Janë me pushime, por trupi është gjithmonë në alarm dhe gati disa prej tyre mezi presin të mbarojnë pushimet. Janë me njeriu që duan, por kanë frikë se mos e humbasin. Dhe çdo hap që hedhin e bëjnë me kujdes se mos u humbasin. Dhe kjo është mënyra se si jeta të rrëshket para syve dhe ti nuk e kap dot, sepse tenton të kontrollosh gjithçka. Dhe këto janë momentet që ankthi bëhet shumë aktiv dhe të merr frymën, është ajo pesha në gjoks. Dhe ankthi në këto raste nuk është thjesht një simptom, është mënyrë jetese. Ankthi tek njerëzit jeton po sikur të ndodhë diçka, po sikur të dështoj, po sikur të smuren, po sikur të humbas kontrollin, po sikur të mos ja dalë. Dhe mendja në këtë pikë, mbasi merr sinjalin që gjithçka është rrezik, fillon të kontrolloj, të parashikoj, të mbrohet, të llogarisë, të rikthej skenar, të krijoj skenar të rinj. Duket sikur merr përsipër që nëse do ketë një katastrofë që do ndodhë, do arrijë të parandalojë. Nëse njeriu përpiqet me dëshpërim të krijojë sigurinë në një jetë që në thelb
le të bijem dakord, nuk është e sigurt. Sigurisht që është njerëzore, po kjo prodhon vetëm ankth, sepse ankthi nuk lind nga dobësia, lind nga frika për të humbur atë që ke tani. Po nëse nuk arrin do ta shijosh atë që ke tani, ndoshta ke filluar ta humbasësh në një formë tjetër, sepse e ke dhe nuk po e shijon. Dhe kur gjithçka duket në rregull, që njeriu ka arritur në atë fazë që gjithçka e ka të arrirë, trupi duket sikur kalon direkt në një gjendje alarmi, sepse ka frikë se mos atë që ka tani mund ta humbas. Mundet, askush nuk ka garanci për asgjë. Por nëse ti ndal dhe shijon atë që ke në këtë moment, ndoshta do e shijosh më shumë, do të shlodhesh më shumë dhe do jesh gati për atë që jeta do të sjellë, sepse askush nuk ka imunitet ndaj asgjëje, ndaj smundjeve, ndaj humbjeve, ndaj dështimeve, ndaj gabimeve, ndaj vdekjes. Dhe sa më shumë humbasim të tashmen, aq më shumë fuqizohet depresioni, i cili sigurisht nuk është trishtim vetëm. Është frikë se mos nuk ndjen më asgjë, që fillon nga fakti që ti në këtë momente nuk po ndjen asgjë, dhe nuk po ndjen jo sepse nuk ke kapacitet, por sepse ke vendosur ose të humbasësh kontrollin mbi atë që mendja jote vendos të bëj, të jetoj të shkuarën, të jetoj të tashmen apo të jetoj të ardhmen. Ky është kapaciteti që ti ke, të zgjedhësh se ku do të jetosh. Dhe në momenti që jeton në të tashmen, qoftë ankthi, qoftë depresioni, kanë tendenca të ulen, sepse fillon i jep kuptim së tashmes. Dhe ajo që ilaçi i vetëm për të çruar ankthin apo depresionin është të jetuarit tani dhe këtu, dhe dhënia e me kuptim asaj që ti ke tani dhe këtu. Sepse shpeshherë depresioni nuk lidhet me humbje që nuk u vajtuan kurrë, por lidhet me një lodhje emocionale shumë afatgjatë, me një përpjekje gjigande për të dhënë kuptim apo për të gjetur kuptim në ngjarje që kanë shkuar dhe që ti ke qenë komplet i pafuqishme për ta zgjidhur. Lidhet me përgjegjësinë, cila ka qenë përgjegjësia jote për atë ngjarje që ka ndodhur. Lidhet me heshtjen ekstreme të përgjigjeve, të pyetjeve, të zërave që ke nevojë të dëgjosh. Lidhet me mungesën e dashurisë. Ndonjëherë dhe me ndjesinë që duhet të jesh gjithmonë i fortë. Ankthi dhe depresioni janë dy mënyra të ndryshme të njëjtës vuajtje. Dhe vuajtja në këtë rast ka një emërues të përbashkët që lidhet me pamundësinë për të jetuar këtu. Njëri vrapon për të gjetur zgjidhje për të ardhmen, ndërsa tjetri ngec në të shkuarën, ndërkohë që e tashmja kalon në heshtje. Ka njerëz që nuk duan të vdesin, por nuk din as si të jetojnë. Dhe kjo është shumë ndryshe, sepse njeriu ndonjëherë nuk humbet jetën për një herë, por për fat keq e humbet në mënyrë graduale. Humb dëshirën për të bërë gjëra të reja, për të mësuar gjëra të reja. Humb marrëdhënien që ka me njerëz të rëndësishëm, duke i marrë për të mirëqenë që ata aty janë, dhe pastaj sigurisht që tronditemi kur dikush dëgjojmë lajmin që dikush ka vdekur, pavarësisht se mund të kishim kohë pa folur me të në telefon. Thjesht mundja jonë ishte në paqe që ai ishte aty. Në një moment do e marrë në telefon. Dhe pikërisht kjo telefonat e munguar i shtohet dhimbjeve të dikurshme, i shtohet fajit që asikur të kisha bërë diçka. Të humbet kureshtjen, të zhduk kureshtjen, çdo gjë të duket pa interes, ndërkohë që bota është me gjëra shumë interesante për të njohur dhe për të zbuluar. Nuk habitesh më nga asgjë. Çfarëdo që dëgjon, e dëgjon dhe thua, po, Dhe kjo është pjesë e depresionit, sepse asgjë të trondit më, nuk të trondit, është thjesht për ty normalitet. Ndjesinë që nesër mund të jetë një ditë e re dhe mund të kesh patjetër gjëra të bukura. Çështja është nuk është çfarë pret ti nga jeta, por çfarë pret jeta nga ty. Dhe kjo ndryshon gjithçka. Sepse shumë njerëz jetojnë duke pritur momentin perfekt, duke pritur të jenë të pranishëm, duke pritur qartësinë absolute, duke pritur partnerin perfekt,
versioni më të mirë të vetes. Ndërkohë që jeta kalon duke bërë këto pritje gjigande dhe ti, unë, harrojmë të jemi të pranishëm, harrojmë të duam atë që kemi, harrojmë të krijojmë mbi këtë që kemi, harrojmë të falim njerëz të rëndësishëm, ndoshta edhe të pa rëndësishëm, po jetojmë më në paqe me falje. Harrojmë të provojmë sërish, po harrojmë të jetojmë. Kuptimi i jetës nuk shpiket duke ulur dhe duke analizuar veten pafund. Kuptimi i vërtet i jetës merret në marrëdhënie me jetën. Ndonjëherë me një njeri, ndonjëherë në një përgjegjësi ekstra që ti vendos vetes. Ndonjëherë një muzikë e bukur, ndonjëherë një libër i bukur, ndonjëherë një teatr, ndonjëherë një shëtitje. Ndonjëherë thjesht një diçka spontane që ti e bën për veten. Kjo është gjë më e rëndësishme. Vuajtja nuk e bën automatikisht njeriu më të mirë. Disa njerëz pasi vuajnë shumë bëhen më cinik, bëhen më të ftohtë, ndonjëherë më të mbyllur, të friksuar nga dashuria. Por ka edhe njerëz që megjithëse vuajnë arrin të ruajnë diçka të bukur, genuine brenda vetes. Një lloj aftësie për të thënë po, jeta ka qenë shumë e ashpër me mua, me ngjarje shumë të forta. Por mua më shijon të jem ende aty me jetën. Shërimi shpesh fillon në marrëdhënie jo sepse dikush të shpëton, por sepse në një moment nuk ndihesh vetëm, por ndihesh që dikush të dëgjon, dikush përpiqet të të kuptojë, dikush është aty për ty. Kjo është ajo që të bëj, supozohet të bëj terapia, po jo vetëm, patjetër dhe njerëzit e rëndësishëm. Kjo është arsyeja pse njerëzit kanë nevojë të dëgjohen, të preken, të kuptohen, të kenë dikë në heshtje. Jo gjithmonë për të dhënë një zgjidhje, sepse zgjidhjet ndonjëherë janë shumë të vështira. Por për të mos qenë vetëm. Për të thënë që problemi im, shqetësimi im, rëmuja që unë kam në kokë, nuk është vetëm, nuk është pa kuptim, dikush është aty dhe po përpiqet ta dëgjojë. Dhe ndoshta shëndeti mendor fillon pikërisht këtu, kur jeta nuk bëhet më e lehtë, po ti zgjedh ti jesh pjesë e saj. Kur përgjatë jetës ti përpiqesh të krijosh sërish marrëdhënie me njerëzit, me kuptimin, me trupin tënd, me mënyrën se si zgjohesh në mëngjes, me shijimin e kafes së mëngjesit dhe pamjes që ke nga balkoni, ato pamje që ke, nuk ka rëndësi. Me një arsye të vogël për të zgjuar, për të ngritur nga krevati dhe për t'i dhënë një buzëqeshje vetes. Ndoshta kaq është shëndeti mendor, ndryshime të vogla, jo lumturi të mëdha, jo transformime magjike, vetëm një rikthim gradual tek jeta. Problemi më i madh i kohës sonë nuk është vetëm ankthi dhe as depresioni. Por fakti që njerëzit nxitojnë o drejt së shkuarës, o drejt së ardhmes dhe harrojnë të jenë këtu, në këto momente, në këtë jetë, në trupat që kanë, në familjet që kanë, në shtëpitë që kanë, në krevatin që kanë. Shumë energji drejt asaj që kaloi dhe shumë energji drejt asaj që po vjen. Dhe tashmja mbetet bosh. Dhe çdo e tashme që mbetet bosh është një mundësi për një plagë të re. Është vërtet e çuditshme mënyra se si jetojmë sot. Harrojmë të ndjejmë shijen e asaj që ham. Ecim pa par rrugën, ndryshimet, pemët. Rrim me njerëz dhe ndërkohë kontrollojmë kaq shumë telefonin. Dëgjojmë muzikë ose për të shkuar diku, ose për të ndërruar diçka. Dëgjojmë muzikë dhe mendojmë për punën. Shkojmë në teatr, të operas, të baletit, në shfaqje teatrale.
dhe e regjistrojmë duke mos shijuar atë që është në atë moment. I bëjmë foto jetës, vetes, ndoshta duke harruar të jetojmë. Dhe pastaj pyetja pse jam kaq bosh, është kaq e fortë. Kjo është gjendja e bërshlikut. Kur veten e ke të ndarë, o në të shkuarën, o në të ardhmen, ose në të dyja këto, por jo në të tashmen. Sa më pak rri në të tashmen, aq më shumë ndihesh bosh. Sepse mendja ka nevojë kaq shumë të mos rri në këtë boshësi që ndjen, sepse e sheh si një gjendje të vazhdueshme, po fokusova tek momenti jam aq bosh sa s'rri dot. Ndaj edhe kur jemi të qetë kërkojmë zhurmë, ose kur jemi vetëm kërkojmë të jemi të shpërqendruar, dhe sigurisht që bota virtuale sot s'të lë kur vetëm, ka gjithmonë një Instagram, një TikTok, reality shows, ka gjithçka që ti të mos rrish me veten. Ka njerëz që kanë kaq frikë nga heshtja sa flen me televizorin të ndezur, ka njerëz që nuk kanë kaluar as 5 minuta me mendimet e tyre, sa nxitojnë të bëjnë gjithçka vetëm me veten e tyre mos rrinë, thua se është krijesë që të bezdis. Ndërkohë që është thjesht një krijesë që ka nevojë të dëgjohet, dhe së pari ka nevojë të dëgjohet nga ty. Sigurisht që ne jetojmë në një kulturë ku nuk dim ç'të bëjmë me dhimbjen, sepse dhimbja del e tepërt. Duhet ta shpjegosh shpejt, duhet të mësosh ta kalosh shpejt, duhet të mësosh ta kurosh shpejt, kështu që ndjek gjithçka që ke gati në rrjetet sociale. Duhet ta kthesh në performancë, duhet ta shesësh shtrenjt, ta postosh. Ndërkohë që dhimbja thjesht ka nevojë të jetë aty, ti jesh aty, ta dëgjosh, ta kuptosh pse vjen. Dhe ndoshta ta përqafosh. Sepse disa dhimbje thjesht ka nevojë të dëgjohen. Së pari nga ty dhe pastaj patjetër, shumë mirë dhe nga dikush tjetër. Një nga frikrat më të mëdha njerëzore është përballja me vetveten. Jo me versionin që tregojmë, sepse gjithë kemi një tendencë për të treguar versionin që kulturalisht është i duar trokitur nga të tjerët. Por atë versionin që veç ti e njeh, veç ti kur je në shtëpinë tënde. Dhe edhe njerëzit lodhen shumë sot. Jo aq nga puna, apo nga përgjegjësitë e ditës së sotme, apo jetës së sotme, por nga largësia që kanë me veten, dhe nga fakti që veten e do guxoj të përdor foljen e shqyejnë për ta çuar në të gjitha dimensionet e tjera kohore, pos të sotmes. Ka shumë njerëz që mendojnë që kanë fituar një kulturë për shëndetin mendor dhe vën diagnoza pafund. Analizojnë veten pafund në rrjetet sociale, tavolinë me miq, analizojnë të tjerët, shajnë fyejnë të tjerët, flasin për traumat, thua se ato janë thjesht receta gatimi, përdorin një gjuhë psikologjike, por shumë pak dinë të rrinë, të kuptojnë, pa gjykuar, thjesht për të kuptuar, pa u rryer, pavarësisht se mund të shohësh tek vetja një version që nuk të pëlqen. Dhe po të rish me veten me atë version që s'të pëlqen, ndoshta do dish ta transformosh në një version pak më të pëlqyer për ty. Dhe po, një ndryshim tjetër për shëndetin mendor është pikërisht këtu. Jo kur njeriu fillon të rregullojë çdo gjë që nuk i pëlqen, por në momentin që vendos të mos të mos vrapoj vazhdimisht nga vetja. Momentin që ke fuqinë të ulesh në heshtje, pa që në panik, pse je me veten tënde, të mos mbushësh çdo boshllok që ke me zhurmë. Të jetosh në një ndjenjë që mund mos vraposh, thjesht ta heqësh qafe, po ta jetosh. Le të jetë e pakëndshme. S'ka nevojë ta kontrollosh më njëherë. Të pranosh që nuk je gjithmonë mirë, që ke frikë, që lodhesh, që do humbasësh në jetë, ke humbur në jetë, do humbasësh në jetë, ke humbur njerëz që i ke dashur, ke humbur dashurinë që ke pas nevojë, ke humbur ndihmën që ke pasur nevojë, ke humbur një vend pune, ke humbur ndoshta një fëmijë, ke humbur ndoshta shëndetin tënd tani e duke vuajtur nga një smundje që ti e di që nuk ka kthim pas. Patjetër që ke humbur. Po vendos ti ç'do bësh me këtë humbje.
Do e kthesh në shtyllën e vajit të dëshpërimit, apo do e kthesh në paterisin që do ecësh përpara. Njeriu nuk e gjen kuptimin duke ikur nga vetja, as nga jeta, por duke hyrë thellë në të. Edhe kur ajo është e papërsosur, edhe kur ajo të dhëmb. Dhe ndoshta shëndeti mendor nuk është lumturi e përhershme. Ndoshta është diçka më e thjeshtë dhe më e vështirë njëkohësisht. Ti je këtu, jo tek e dieshmja, as tek e nesërmja, por këtu. Me të gjitha ato që je. Dhe ndoshta përpara se të mbyllet ky emision, do doja të thosha diçka tjetër. Ka shumë njerëz që po dëgjojnë në këtë moment dhe janë të lodhur duke u përpjekur të jenë të fortë. Janë të lodhur duke mbajtur veten, duke mos e lëshuar kurrë atë, duke siguruar standardet më të mira për familjen, duke prodhuar gjëra maksimale për punën, për të qenë sa më të mirë të munden. Njëkohësisht duke mos fshirë buzëqeshjen që kanë, duke shtypur frikën dhe duke mbajtur vetëm për veten e tyre. Ndoshta kanë nevojë të dëgjojnë në këto momente që nuk është e nevojshme të fitohet çdo betejë për të merituar dashuri. Nuk është e nevojshme të jesh perfekt që të varen vlerat njerëzore në qafë si medalje. Që është krejt okej të jesh i lodhur, është krejt okej të pranosh që je njeri që ke limite, që ke kufizime, që ke dështuar. Njeriu fillon të ndryshojë pikërisht në momentin kur ndihet i pranuar nga vetja e tij ashtu siç është, jo duke u korrigjuar menjëherë, jo duke u gjykuar, jo duke u krahasuar, por i parë nga vetja, duke parë me dëmshuri plagët e veta, të shkuarën e vet, gabimet e tij. Dhe sigurisht nëse ti fillon ta bësh këtë, dikush tjetër do vi të gjendet aty për të parë me të njëjtën optik atë që ty nuk të pëlqen. Unë mendoj që kjo është ajo që nevojë më shumë sot. Dëgjohemi shumë pak, kuptohemi edhe më pak. Dhe ndoshta kalojmë vite të tëra duke menduar se diçka nuk shkon me ne. Ndërkohë që e vetmja gjë që ka ndodhur është që kemi qenë vetëm me dhimbjen. Ndaj nëse ti je një nga ata njerëz që nuk fle mirë, që mendon shumë, që lodhesh shpejt, që të ka humbur dëshira për ditën e nesërmen, ose për pushimet që po planifikon familje, që ke frikë se po kalojnë shumë gjëra dhe ti nuk po kupton pse, që ndihesh bosh edhe kur i mes njerëzve dhe habitesh si njerëzit arrin të qeshin apo të qajnë kaq kollaj. Po ti je njëri që po vuan dhe që je lodhur shumë. Nuk je i dobët, por më lër të them që nuk je vetëm. Je njëri. Një njëri që ndoshta ka vuajtur për shumë kohë pa i dhënë të drejtën vetes, ta thot dhe ta pranoj që është i lodhur. Ndoshta nuk është e nevojshme të zgjidhësh gjithë pikpyetjet që ke në jetë. As të kuptosh gjithçka. Sa më pak të bëhesh mirë me njëherë. Ndoshta e vetmja gjë që duhet të bësh është të shohësh çfarë ke rreth teje. Të dëgjosh zhurmat që ke në këto momente. Të nuhasësh aromat që të rrethojnë. Të përpiqesh të ndjesh çfarë ndjesish ke në këto momente. Pra të lejosh veten të jetoj në këtë moment. Të mos i flasësh vetes me një ashpërsi të cilën je përpjekur të rritesh. Nuk është e nevojshme, nuk është ashpërsia mënyra se si rritemi apo edukohemi. Edhe nëse bota ta ka përdorur kundër, është okay, lër botën të flas. E rëndësishme është çfarë ti i thua vetes. Sepse ndonjëherë shërimi fillon shumë më shpejt nga çfarë imagjinojmë. Fillon në momentin që ti ndalon së luftuari kundër vetes.
Ky ishte emisioni Fjejet për sot. Dëgjohemi sërish. Natën e mirë. Ky emision mundësohet nga Konrad Albania.